Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur t'japsh, haroje. Kur t'marsh, maje mend. Imam Dhahabiu rahimahullahu taala në librin e tij Siyaru A'lamin Nubala, biografia e kolosëve fisnik, tregon për Khalil ibn Ahmedin rahimahullahu taala, njërin prej dietarëve të brezave të artë të Islamit, i cili kur ja mësonte dikujt ndonjë mesele, jepte atij dituri e haronte. Ama kur merrte dituri prej dikujt, e mbante mend edhe e përmendke u tregoi ke tjerëve. Andaj të dashur vëllezër, besimtari i mirë kur bën bamirësi ndaj dikujt e shënon në rror që të fshihet, ama kur ja bën dikush atij një bamirësi, ai e gdhen në gur që të mbetet përgjithmonë e pafshirë. Kështu që kur të bësh bamirësi, haroje, e kur të bëhet bamirësi ty, atëherë kujtoje. Njeriu është e vërtetuar se përveç dashurisë dhe kujdesit që kërkon, ka nevojë edhe për vlerësim. Andaj kur dikush e bën një vepër të mirë dhe i vlerësohet, kjo e shten atë me vazhdu me bë vepra të mira. Ama kur një njeri e bën një vepër të mirë dhe i mohohet, nuk i vlerësohet, kjo e mbyt brenda tij vullnetin dhe dëshirën dhe iniciativën për të vazhduar në rrugët e mira. Andaj e përfundoj me atë që filluam. Kur të bësh mirë, haroje. Kur të bëhet mirë, maje mend dhe kujtoje. Kjo është rregulli i artë me të cilin ne duhet ta zhvillijmë jetën tonë. Edhe nëse kështu na veprojmë, atëherë jeta jon ka me pas lumturi, rahati, qetësi, do jemi të dobishëm vazhdimisht edhe do e mbushim jetën tonë me vepra të mira dhe do rrezatojmë dhe reflektojmë pozitivitet gjithandej ku do jemi na. Majnë me këtë rregull, mos e shpërfillni, mos e harroni. Kështu duhet jemi ne besimtarët vazhdimisht që të fitojmë mirësitë e Allahut të Madhërisëm dhe të jemi të dobishëm kudo që jemi dhe kurdo që jetojmë. Zoti shpëleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.